Ujna më shumë. Okej, të mështymë. Fillimisht faleminderit gjithëve që keni nda kohën që të përcjellni edhe këtë takim të radhës të LDK-s. Po ashtu ju kërkoj falje, jam i ftohur, ndoshta më hub zëri, kërkoj falje dhe shpresoj në mirëkuptimin tuaj. Ne patëm një takim të grupit parlamentar të LDK-s, ku morën pjesë 15 deputet të LDK-s. Qëndrimi i përbashkët, mendimi i përbashkët është që zgjedhjet janë të evitueshme, të shmangshme, të panevojshme në këtë fazë të Republikës sonë. LDK-ja, siç kemi shprehur dhe më parë, jemi të gatshëm që të kontribuojmë në drejtim të zgjedhjes së presidentit në dy drejtime. E para është një konsensus i gjerë politik, pra një kandidat që vije si pajtueshmëri nga gjitha partitë politike. Dhe e dyta është një marrëveshje politike klasike në mes të dy partive, në këtë rast Pushtetit dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Natyrisht, më lejoni të cek dhe këtu që Pushteti ka 66 ulse në kuvend, pra ka 66 deputet, ka 66 vota, dhe në asnjë format kjo gjë nuk bëhet pa ta. Nëse ka dikush të lëpyet. Sot çka saktë është punë takimi mes Avdigjikut edhe Kurtit, edhe e përmendet sot marrëveshjen politike. Dje ka përjashtuar marrëveshjen politike Avdigjiku pas takimit. A mundem na tregu çka saktë nën kupton për Lidhjen Demokratike të Kosovës një marrëveshje politike? Pa marrëveshje politike për dallim nga konsensusi i gjerë, nëse ke konsensus të gjerë, të gjitha partitë politike parlamentare pajtohen fillimisht në parime, se mbi të cilat duhet të ndërtohet presidenca e ardhshme, pastaj kriteret mbi të cilat diskutohen emrat e veçantë, dhe në fund diskutohet emrat e veçantë dhe pajtohen gjitha partitë politike në një emër të veçantë. Për dallim nga kjo, marrëveshja politike në mes dy partive politike përcjell të njëjtin procedurë, por vetëm në këtë rast në mes të dy partive politike, pra në këtë rast LDK-s dhe BE-s. A keni arrit marrëveshje politike, zoti Mustafa? Nuk ka, thash edhe një herë, partia në pushtet ka 66 bëhet kjo punë, prandaj ata nuk kanë, deri më tani nuk ka asnjë propozim për asnjë emër konkret. Ka marrëveshje politike, zoti Mustafa? Përmendur në takimin e sotëm? Kemi dëgjuar, e kam parë dhe unë në medje, por po flas zyrtarisht, nuk ka një propozim. Propozim konsiderohet kur ke 31 shkrime në Kuvendin e Kosovës, deri tash nuk kemi asnjë propozim zyrtar, formal, për asnjë emër. Marrëveshje politike, zoti Mustafa, a keni arrit marrëveshje politike, a u diskutu specifikat e saj në takimin e sotëm, edhe zoti Avdigjiku në rast të një marrëveshje politike a ka mbështetjen e gjithë deputetëve, ose qoftë a janë gjithë deputetët e LDK-s pro ta zëm edhe kandidaturës së Zonjës Osmani? Nuk mund të diskutoj kandidatura individuale, sepse thash deri tash nuk kemi asnjë kandidaturë zyrtare. Ndaj lejoni që të mos komentoj diçka që nuk ka ndodhur. Sa i përket Vlen Cekët, që është unik, është i bashkuar, ka një qëndrim të përbashkët, dhe ashtu siç vendosim bashkarisht, ato do të veprojmë bashkarisht të 15-it, ndërsa sa i përket marrëveshjes politike, deri në këtë momente nuk kemi një marrëveshje politike, sepse në të kundërtën do të kishim lëvizje të tjera. Takimin e djeshëm. Nëse nuk ka marrëveshje gjatë votimit të presidentit, nëse ka propozim nga vetë. Politike në mes të dy partive. Deri sot nuk kemi një gjë të tillë. Edhe një herë më fal. A është krye shteti në kalkulim për marrëveshje politike? Jo, nuk ka të bëjë me asnjë kohë. Në një marrëveshje të Në mes të dy partive fillimisht do diskutonin parimet të si do dukej presidenti i ardhshëm, pastaj do të flasim për kriteret specifike që duhet të plotësonte një kandidat specifik. Pastaj, bazuar në këto kriteret të pajtuara në mes të dy palëve, nëse po flasim për marrëveshje. Të përbashkët në mes dy partive. Çka i ka treguar Avdigjiku, çka ka fol sot saktësisht me Kurtin në takim? Çka është fol sot? Këto që i thashun tash. Marrëveshje politike është diskutuar sot, edhe apritet, nëse s'ka deri tash, apritet me pas takime të tjera para përfundimit të afatit, edhe normalisht pyetjen e kolegut, cilat janë kushtet çështja çka specifikisht ose cili kish me qenë kandidati i LDK-s në këtë pikë që ish pajtu me lëvizjen vendosje, to e pas parasysh që tash po flitet që ka dalë edhe Glauko Njufca. A i kishit votu Glauko Njufcën ju personalisht? Nuk mund të përgjigjem përderisa nuk kemi një kandidaturë zyrtare, pra po pyetje shumë hipotetike që ne kam pamundur të përgjigjem përderisa nuk kemi një veprim të tillë. Për sa i përket
parimeve dhe kritereve, ti fillimisht do të pajtohesh me dy palët në këtë rast se flasim për marrëveshje politike, që po pajtohemi që së bashku ta zgjedhim presidentin, pastaj pajtohesh për parimet, kriteret dhe për emrin e veçantë. Asnjë nga këto hapa nuk ka ndodhur, prandaj kam kupton eventualisht edhe hyrja në qeveri zoti Mustafa Edhe në një herë marrëveshje falë, politike, a ne kupton edhe hyrja e LDK-s në qeveri në një marrëveshje të mundshme politike? Hapat që ka ndërmarr partia në pushtet deri tani, ku ka themeluar qeverinë, ka miratuar marrëveshjen ndërkombëtare, ka miratuar dhe buxhetin, nën kuptoj në vetë që kjo nuk është në tavolinë. Çka ka dallu takimi djeshëm me të sotshëm, të di që dje nuk ka pasur kur gjë të re. E kam tash pamundur të diskutoj detajet e sakta nga ato dy takime, sepse as nuk kam qenë aty, janë dy takime mes dy liderëve politik, por mund diskutoj për atë takimin që patëm pak më herët me 15 deputetë të LDK-s. Se po hezitoni me jap qendrim për Vjosa Osmanin. Nuk është problem hezitimi, është problem që kur nuk ke kandidaturë, thash edhe një herë, kandidaturat në këtë rast duhet minimalisht 30 nënshkrime. Ta përfundoj. 30 nënshkrime. LDK-ja ka vetëm 15 deputet. Pra e vetme LDK-ja nuk mund të formoj 30 nënshkrime për të propozuar një kandidaturë. Në këtë rast partia në pushtet ka 66 numra, teknikisht mund t'i propozoj 2 emra. Ata deri sot nuk kanë propozuar asnjë emër. A është caktuar një takim tjetër? Do thotë në këtë rast ja u punjufsa që u përmenda dhe çka përfiton LDK-ja nga kjo marrëveshje. Edhe një herë po them, nuk mund të përgjigjem për gjëra hipotetike kur lëvizja vetë vendos se nuk ka marrë, nëse po flisnim për zotin Konjuca, nuk ka marrë një veprim të tillë, pra deri tani nuk kemi kandidatura zyrtare të paraqitura në Kuvendin e Kosovës partive politike. Si rrizohet apo shkon vend me zgjedhja jeni të gatshëm dhe a do të qëndroni në sallë nëse tentohet që pa marrëveshje? Tash partitë politike duhet vazhdimisht të jenë të gatshme për zgjedhje, është pjesë e natyrës së punës së partive politike. Shëndrimi i grupit parlamentar të LDK-s në këto rrethana, zgjedhjet janë të panevojshme, janë të shmangshme, nuk e një president, qoftë me konsensus të gjerë të gjithë spektrit politik, qoftë në mes të marrëveshje politike në mes të dy partive. A ka me pas takim tjetër që mu përafruan qëndrime potencialisht, a ju kanë ftuar qoftë edhe për sot masdite ose për nesër? E kanë pamundur të përgjigjen çfarë do ndodhet në të ardhmen, mund të ketë takime të ardhmen në këto ditë. Kemi pra afat deri më 5 mars në orën 12 të natës, pra që të zgjedhim presidentin. Jemi të hapur për takimet e radhës, nuk besoj që ne do të refuzojmë dhe një takim nëse ftohet, por natyrisht me shpresën që do të kemi një zgjidhje drejt zgjedhjes së presidentit të ri. A keni me dëgu nga takimi i sot me grupin parlamentar ndonjë përgjigje ose diçka kurtit që ka mbet se saktësisht është mbledhur? Mbledhëm sepse grupi parlamentar janë deputetët ata që votojnë në kuvend. Pra po afron 5 marsi dhe deshëm që të kishim një diskutim në mes të 15 deputetëve të LDK-s dhe të kishim një qëndrim të përbashkët cilin me sa po e kuptoj. Jo në përgjigje për kurtin. Kemi refuzues ndaj ndonjë kandidati partijak. Në parim, ne po kërkojmë, thash edhe një herë, ose një kandidat konsensual në mes të gjitha partive politike, pra që do të më kuptonte një kandidat jo partijak, ose si që shprehut vetë zoti Kurti, pa librez partijake, ose një kandidat si rezultati një marrëveshje politike në mes të partisë në pushtet ose koalicionit në pushtet dhe LDK-s. Zoti Mustafa, në këtë marrëveshje, a ne kupton që duhet vi kandidati nga LDK-ja apo bëhet fjalë për diçka tjetër, sepse nëse jo në qeveri, cili është përfitimi i LDK-s në një marrëveshje të tillë? Po thash edhe një herë, e kanë pamundur tash të flas për emrat përveçse. Pra fillimisht dy partitë politike do të pajtoheshin që do ta zgjedhin së bashku presidentin, pa e përsëritur veten, do të pajtoheshin mbi parimet, kriteret dhe në fund për emrin e përveçëm. Pra duhet të jetë një emër që pajtohen dy partitë politike së bashku, jo njëra tim për në emrin tjetrit. Faleminderit gjithëve, mirupafshim.